Buxheti i vitit 2026, paqja fiskale dhe vendimarrje të tjera, sqaron Musa, nga 1 janari nis rritja e pensioneve. I ftuar në një studio televizive, profesori të drejtës tregtare dhe financiare Elton Musa i jep detaje mbi buxhetin e vitit 2026 dhe paqen fiskale. Sipas tij, kjo është një ofertë e vlefshme për bizneset, për gjobat që nga viti 2014 dhe 2024 si dhe mundësi shlyerje. Musa sqaron detaje dhe mbi rritjen e pensioneve për vitin e ardhshëm. Viti 2026 shënon si risi shpërndarje me pagesë me koste duke falur gjobat dhe kamat vonesat. Bizneset me xhiro të lartë po ashtu kanë mundësinë e rishikimit të ardhurave duke i deklaruar që shteti të marrë të ardhura shtesë. Rritje me 2.9% si rritje ekonomike do të ketë mundësinë për fshirje të detyrimeve, por rritet pagesa. Kjo është mundësia për të vënë ekonominë në shina, edhe pse banka duhet thënë se nuk ka qenë dakord. Projekt buxheti që është miratuar në parlament është më i formalizuar, pra më e faktuar në dokumentacionin se deklarativ. Gjatë vitit bizneset kanë mundësi që detyrimet të ndahen në 2 koste, jo të falen të gjitha, por sigurimet shoqërore që nuk i kanë me shtetin por individin të jenë probleme vete. Shteti jep mundësi t'ua paguaj individëve edhe këto sigurime që rrjedhimisht nga më 1 janar kemi edhe rritjen e pensioneve, rritje të pagës minimale. Rritja e pensioneve në fakt përdoret politikisht, por këtë herë vjen në mënyrë të natyrshme për inflacionin. Duke rritur pagat, kompensohet edhe rritja e pensioneve. Diferenca e rritjes do të jetë barë vetëm mbi biznesin, ndërsa rreziku për inflacionin qëndron dhe do të vazhdojë të jetë, sepse ndodh që kur deklarohen pagat, shumë biznese i marrin parat mbrapsh. Ka fenomene dhe pse jo në dozat e larta. Uroj që kjo të shërbejë dhe paga të ketë të bëj edhe me Republikën, jo vetëm me individin. Shteti duhet të bëj rregullime për parat që shkojnë në bankë, sepse kemi punonjës shteti, të ardhura të tjera dhe rritje pensionesh, reforma e pensioneve, zhvillimet demografike, kur na lejnë në dorë të lirë, abuzojmë pafund. Ndaj, ende kemi probleme me sigurimet e punonjësve. Kjo ka të bëjë me pagat e vitit 94-2000 që duhet thënë se kanë krijuar një bumerang, por reforma është gropa më e madhe e shtetit dhe aty duhet të jetë fokusi, thot ai.